Jepini Cezarit çfarë është e Cezarit dhe Perëndis çfarë është e Perëndis. Jam në studio me Atë Grigor Pelushin. Atë Grigori, faleminderit. Faleminderit ju për ftesën. Dhe duam të kuptojmë më mirë këtë shprehje, si në kontekstin biblik, po ashtu edhe në realitetin ton bashkëkohor. Në fakt kjo është një frazë shumë e njohur e shkrimit të shenjtë, e përdorur në Ungjillin e Shën Matheut, por gjithashtu edhe në Ungjillin e Shën Lukait. Edhe është një frazë e cila përdoret gjerësisht, e dëgjojmë atë të artikulohet në gojët e politikanëve, të shkrimtarëve, në penën e shkrimtarëve, në përditshmëri. Pra është një nga frazat më të famshme që gjendet në shkrimin e shenjtë. Është një thënie vetë Zotit Isu Krisht, e drejt për drejt e tij, e shkruar dhe arkivuar nga ungjillorët ungjillorët e Dhjat të Së Re. Në fakt, konteksti në të cilën ndodh kjo ngjarje dhe kjo thuhet kjo frazë, pikërisht ka të bëjë me momentet e fundit të Zotit tonë Isu Krisht, kur ai shkon në Jeruzalem, pikërisht për të përmbushur edhe qëllimin e ardhjes së tij, për të dorëzuar në duart e njerëzve, por edhe më pas për të kryqëzuar dhe për të ngjallur. Pra duke përmbushur gjithë misionin e tij për të restauruar qenien njerëzore. Dhe pikërisht në momentin që Zoti Krisht shkon në Jeruzalem, situata është shumë e nderë, të gjithë, po themi, elita fetare e kohës përpiqen se si ta zënë dhe të gjejnë një shkak për të akuzuar Zotin Krisht. Ne dimë që ai kishte përmbushur tashmë 3 vjet të misionit të tij, pra dhe këtij misioni po i vinte fundi. Zoti kishte mësuar, Zoti kishte bërë mrekulli, Zoti kishte shpjeguar se si ligji i Zotit dhe shkrimi i shenjtë dhe mësimi që ishte dhënë dhe porosit që ishin dhënë Mojsiut, ato ishin shtrëmbëruar dhe pikërisht vjen që të përmbush shkrimet, vjen si Mesia, Izraeli si shpëtimtari i popullit Izraelit, por edhe të gjithë botës. Ishte krijuar një ide nga hebrejtë e kohës, të cilët mendonin se kur të vinte Mesia, do të rikthejë atyre pushteti si në kohën apo lavdia, si në kohën e mbretit Davidit dhe Solomonit. Dhe për ta Mesia nuk do të vinte siç ishin shkruar shkrimet në fakt, sepse kishin përmendur profeti Isaia, profetët të tjerë kishin folur hapur në mënyrën se si do të vinë në detaje, të themi, dhe ata e dinin shumë mirë shkrimin, pra ishin njerëz që e njihnin shkrimin, e lexonin shkrimin, e studionin shkrimin, por ata kishin krijuar atë idenë meqense ishin në zgjedhjen romake, edhe donin që të vinte Mesia si një çlirimtar në kuptimin që do niste rebelimin apo kryengritjen ndaj pushtimit romak, pra kështu e imagjinoni hebrejt, dhe në ditën që do të çliroheshin, atë ditë do të shpallin edhe Mesia. Në fakt, kishin ndodhur disa tentativa të tilla, dhe meqense kishin ndodhur këto tentativa, edhe situata, të themi, edhe politike, po edhe pushteti të Romës ishte mjaft delikate në këtë vend, sepse populli i Izraelit ishte një popull që reagonte vazhdimisht, ishte shumë e vështirë për t'i mbajtur të nënshtruar. Kështu që edhe njerëzit zyrtarët që çoheshin nga Roma që qeverisnin Izraeli, udhëzoheshin që të ishin shumë të kujdesshëm si me klasën fetare, sepse ata kishin një impakt shumë të madh në popull, por edhe me kryepriftin që drejtonte popullin, pra që ishte lideri i tyre shpirtëror. E them këtë sepse duhet kuptojmë edhe në ato kohë në ditën e Pashkës, pra në tempullin e Solomonit në Jeruzalem, ishte dita kur kryeshin therore drejtuar Perëndis, ishte dita kur gjithë populli festonte, po themi, ata festonin në atë kohë daljen nga skllavëria e Egjiptit, pra kjo ishte festa e Pashkës. Pra kujtonin gjithmonë daljen nga skllavëria e Egjiptit në tokën e premtuar. Dhe ishte një festë shumë e madhe për çdo hebre, dhe çdo hebre vinte që të kryente ritualin e tij dhe adhurimin në tempullin e Solomonit. Përdoreshin sinagogat, pra në krajinat, në vendet e ndryshme, por hebrejt mblidheshin të gjithë, edhe ata që kishin emigruar jashtë kufive të Izraelit për të festuar Pashkën. Dhe kishte shumë njerëz në ato ditë, ndoshta mbi 1 milion njerëz që gjendeshin në Jeruzalem. Dhe Roma në atë kohë kishte një prani, të themi, të ushtrisë së saj që drejtoheshin nga Pont Pilati, një ushtri e cila ishte
jo më shumë, nuk I kalonte më shumë se 100 persona, por dihet që kishte një garnizon që qëndronte në Siri dhe kishte një garnizon tjetër që qëndronte shumë afër edhe pjesës së Izraelit dhe nëse do duhej nevoja e ushtrisë, atëherë dërgoheshin këto garnizone për të shtypur kryengritjet. Nëse do të kishte, por gjithmonë autoriteti romak përpiqej që në këtë kohë ishte shumë I kujdesshëm me popullin e Izraelit, aq më tepër në këtë ditë, në këto ditë që festa e Pashkës. Meqense mësimi I Zotit Krisht kishte krijuar për shembull antagonizëm për Herodiatët, të cilët ata ishin pjesëmarrës dhe ata ishin që I bën pyetjen dhe që kërkonin që ta zinin në kurth, por edhe farisejnë. Farisejnë dihet që në fillim u pozicionuan kundër mësimit të Zotit. Parisejnë ne kemi disa prej tyre, të cilët qëndronin të fshehtë, të themi, por në një moment ata shfaqen publikisht, siç ndodhi me Josifin nga Arimathea, I cili e mori trupin mbasi u kryqëzuar Zoti Krisht dhe vendosi në varrin që ai kishte caktuar për veten e tij. Por pjesa tjetër ishte pozicionuar e gjithë kundër mësimit të Zotit Krisht. Çfarë ishin Herodianët, të cilët u përpoqën më pas gjithashtu dhe saducejnë, pra të gjithë partitë politike të themi të hebrejve, sektet e tyre, të gjithë u bën bashk, pra siç na thuhet te Ungjillor Shën Marku që të gjithë u bën bashk, gjithë pushtetet u bën bashk, dhe jo vetëm pushteti fetar apo afetar, por edhe ata që drejtonin, qoftë pushteti I Romës edhe qoftë pushteti I Herodit. Kështu që të gjithë u bën bashk për ta vrarë, për ta kryqëzuar Zotin Krisht. Por Herodianët ishin në fakt ishin një parti të cilët ishin hebrejnë, por nuk ishin praktikues të ligjit e hebrejve. Ata më tepër I mëshonin dhe I shërbenin pushtetit të Herodit dhe gjithashtu përpiqeshin që të ruanin një politik marrëdhënie të mirë me Roman. Ndërsa farisejt ishin totalisht kundër pushtimit romak dhe sigurisht ishin armiq të Herodianëve, siç edhe ishin armiq gjithashtu me saducejnë, por ideja është që në këtë moment ata u bën bashk, pikërisht në këtë moment kur edhe Zoti thot këtë frazë. Dua ta zgjeroj pak mendimin sepse edhe përgjigjen për shkak se dua që të kuptojnë edhe ata që na ndjekin në fakt në valët e radios son. Herodianët, siç e thash, donin që në moment që duke I bërë këtë pyetje, pra a është e drejtë që të japim Cezarit taksën, donin që nëse Zoti Krisht do të thoshte jo, atëherë do ta quanin armik të Romës dhe më njëherë do kishin arsye që ta çonin te Pilati që ta vrisnin. Dhe nga ana tjetër, nëse do të thoshte po, sigurisht që do të krijonte shkak për farisejnë, të cilët ishin kundër taksës që I jepnin Cezarit, sepse I quanin Cezarin si një pushtet diabolik, I quanin si diçka domethënë të papranueshme, madje edhe në dim në tempull kishte këmbyes, pra ata që këmbenin parat, të cilët I merrnin paratë e huaja që vinin që I dhuroheshin në tempull, konvertoheshin aty me një monedhë të veçantë që ishte monedha e tempullit, dhe pikërisht vetëm kjo monedhë mund të hidhej në arkën e tempullit. Nuk lejohej asnjë monedhë tjetër sepse konsiderohej si të papastra, çdo lloj. Në atë kohë Roma përdorte dinarin. Dinari ishte dhe një dinar në atë kohë që Zoti e merr në dorë, kishte vlerën e një dite pune. Edhe Zoti duke qenë në këtë situatë, edhe padyshim që I kërkon atyre, por u thot më parë që përse përpiqeni që të më tundoni, thot, dhe hipokritu thot gjithashtu. Pra I zbulon tërësisht planet edhe qëllimet e tyre, pra nuk ishte për të kuptuar ose të binte pre po themi dhe të atyre fjalëve të mira që dëgjoja I bën Herodianët. Por ai çfarë bën? Ai merr monedhën dhe u thot që e shikoni këtë monedhë, po I thon ata. Pamja imazhi kujt është? Edhe ata I thonë është imazhi Cezarit. Atëherë Zoti thotë që jepni Cezarit çai takon Cezarit. Pra kjo është Cezarit, normalisht ishte monedha që printohej nga Cezari dhe jepini Perëndis çfarë I takon Perëndis. Ne kujtojmë që Perëndia, si na thuhet në shkrimin e shenjtë, në librin e parë, në Zanafill, na thuhet që Perëndia e krijoi njeriu sipas imazhit të Perëndis. Pra që do të thotë vërtet në këtë botë ne I shërbejmë dy mbretërive, pra qoftë mbretërisë së kësaj bote, pra Cezarit, pushtetit, por shërbejmë gjithashtu edhe I shërbejmë Perëndisë sepse tek neve është stampuar imazhi I Perëndisë brenda tek neve. Dhe ishte shumë e qartë përgjigje dhe kuptohet që është një përgjigje edhe nga vetë Zoti. Kështu që
Duke i lënë në këtë, duke i u gjendur dhe këta, do me thënë në këtë situatë, u larguan prej tij. Por pa dyshim që vazhdon sërish tensioni, sepse janë saducejt më pas që e pyesin për një ringjallje. Por nuk do mbetemi tek zhvillime çfarë ndodh më pas në Shkrimin e Shenjtë, por dua të flas pak edhe për kontekstin dhe kur ndodh kjo. Po. Sepse kam lexuar një letër e cila është letra që Ponti Pilati i dërgon perandorit Tiber, të cilit i shkruan, i flet për mbasi ishte kryqëzuar Zoti Krisht, dhe ai bën një përshkrim të gjithë shërbesës së Zotit Krisht, deri në detaje, deri dhe tek mënyra se si e kryqëzuan hebrejnë të bashkë me kryepriftin, por edhe tek ngjarjet që ndodhen më pas, ku ai e informon që duke i thënë që ai, pra ky person që erdhi predikoi në këtë vend me lejen time, thotë, sepse duhej një leje që të predikoj, sepse nuk lejoheshin që hebrejt të mblidheshin më shumë se sa 10 veta në një, pra kishte një rregull për shkak të këtyre kryengritjeve që ata bënin. Edhe pushteti roman kishte vënë një kusht që nuk lejohesh që të kishte mbledhje të shumta të njerëzve, për shkak se i friksoheshin një lloj rebelimi dhe thash për shkak të pranisë së pakët ushtarake që kishin në tokat hebreje. Dhe etrit e kishës e përmendin këtë letër, edhe një historian shumë i njohur i kohës që ka regjistruar edhe ngjarjet e asaj kohe e përmend që ekziston kjo letër. Disa studiues të tjerë edhe poshtë, por ne përderisa i referohen dhe etrit edhe historiani Joseph Flavius, ne marrim si të mirëqenë këtë letër. Dhe në këtë letër na thuhet se si ai përshkruan Ponti Pilat përshkruan gjithë misionin e Krishtit, përshkruan se si ai jo vetëm kishte dhënë leje që të predikonte, të kryente shërbesën në tokën e Izraelit, por gjithashtu ai tregon në detaje se si çfarë impakti kishte mësimi i tij. Duke i treguar në këto të gjitha në detajet e kjo letër, por ajo që më bëri përshtypje është pikërisht momenti kur ndodhi ky dialog midis Zotit Krisht, Herodianëve dhe farisejve. Ishte i përmendur në këtë letër. Ishte i përmendur në këtë letër. Tani çfarë ndodh? Një nga këshilltarët më të ngushtë të Pontit Pilat, i cili njihte shumë mirë gjuhën hebreje, kalon afër kur Zoti Krisht ishte në Jeruzalem, i mbledhur duke diskutuar këtë gjë. Dhe Ponti Pilat i thotë që qëndroi thotë dhe shikoi se çfarë mëson ky njeri. Pra, ata ishin njerëz qeveritari. Sigurisht që do të dinte kishte ata njerëzit e informatorët e tij që informonin se çfarë ndodh çfarë mëson, çfarë flet ky njeri që ne i kemi dhënë këtë leje. Normalisht që ndodh krejt natyrshëm me çdo predikues për shembull, siç ka qenë kohët e hershme. Kujtojmë për shembull edhe Shën Kozmai kur erdhi predikoi në tokat tona, këtu në Shqipëri në shekullin 18, padyshim që kishte një ferman nga sultani, pra që i jepte lejen që të vinte të predikonte në këtë vend. Edhe në moment që kjo pyetje i bëhet pikërisht në momentin kur këshilltari i afërt i Pontit Pilat ndodhej aty. Pra, që ai ishte vetë dëshmimtar dhe që ti shkon ti thoshte Pilatit që shko ky njeri është kundër Romës. Prandaj ndodh edhe kjo gjë. Kështu që përgjigjja e tij thotë edhe këtë përgjigje edhe Pilati e kishte shkruar në letër që e dërgon perandorit të Romës. Shikojmë që Zoti Krisht që në mësimin e parë, pra kur ai predikon, qoftë predikimi që nisi edhe i Shënjon Pakëzorit, të themi profeti i fundit i Dhjatës së Vjetër, i cili predikon dhe që pendoni sepse afrohet mbretëria e qeve, të njëjtën fjalë nis edhe predikimi i Zotit. Pra Zoti flet për një mbretëri që nuk është e kësaj bote. Një mbretëri e cila është e një realiteti tjetër. Është mbretëria e përjetshme, mbretëria e qeve, që nuk vjen edhe nuk fitohet përmes dhunës edhe përmes kryengritjeve dhe përmes luftës dhe gjakut, vrasjes, por fitohet përmes ushtrimit dhe bindjes së urdhëresave të Perëndisë. Dhe ky ishte mësimi që Zoti na jep edhe tani ne kuptojmë që dhe ndoshta për të përgjigjur edhe pyetjes, realiteti i sotëm, çfarë ndodh sot dhe çfarë domethënie ka kjo frazë sot. Pra Zoti mëson të gjithë ndjekësit e tij që do të shërbejmë në këtë botë, do të jemi në këtë botë, do ndodhemi pra në këtë botë të përkohshme, midis dy mbretërive. Pra mbretërisë së qeve dhe mbretërisë së tokës.
toka është Qezari, thejmë mbretëria e tokës, dhe mbretëria e qeve është Perëndia Zoti Krishti. Zoti Krishti është mbreti i mbretërisë së qeve. Dhe pikërisht në këtë frym u zhvillua krishtërimi, jo duke u kundërvënë pushtetit të botës, por siç na mëson edhe Apostulli Pavli, na thot shumë qartë që ju jeni prej botës, këto i thot Zoti, por Apostulli Pavli thot mos u konformoni thot me botën. Pra, ne jemi të botës, ne jemi në këtë vend, jetojmë në këtë tokë ku Zoti ka dashur që të jetojmë, në këtë vend në Shqipëri, ku ne jetojmë me ligjet e këtij vendi, ku ne i zbatojmë këto ligje dhe ftohemi që të bëhemi qytetar shembullor të këtij ligji. Dhe ne shikojmë dhe kemi parë gjatë rrjedhës së historisë njerëzore se si të krishterët nuk jetojnë dot në një vend ku ka anarshi, ku ka kaos. Pra të krishterët janë mësuar nga vetë mësimi i Zotit Krisht, nga Zoti i tyre, nga mbreti i tyre i përjetshëm, që të binden ligjeve ku ata jetojnë. Sepse çfarë është e Cezarit o Zoti, është e Cezarit, do ja jap Cezarit. Dhe monedha që tregoi ishte monedha që printohej nga Cezari. Paraja që ne përdorim është paraja që printohet nga Çfarë është e tokës, është e tokës. Pra, çfarë do të thotë në këtë? Do të thotë që ne jemi qytetarë të rregullt, po themi si qytetarë të një vendi, zbatojmë ligjet e këtij vendi, u bindemi ligjeve të këtyre vendit, por gjithashtu nga ana tjetër dhe ne kemi gjithë hapësirën dhe gjithë mundësinë që të zhvillojmë edhe pjesën tjetër, pra atë monedhën tjetër që është stampuar ikona e Perëndisë, ne ta zhvillojmë. Pra çfarë do thotë? Kemi mundësi, siç jetojmë në këtë vend në kohën e sotme, kemi mundësi që ne të lutemi, kemi mundësi që të shkojmë në kishë, kemi mundësi të ndjekim shërbesën e mëngjesorës te kisha, kemi mundësi të ndjekim shërbesat e mbrëmësore që kryhen në kishë, kemi mundësi të ndjekim gjithë siç ndoqëm edhe shërbesat e gjithë javës së madhe, siç festuam Pashkën, siç festuam Shëngjërgjin, siç festuam të tjerë, pra ne në këtë botë, por gjithashtu jemi edhe në punë. Pra shërbejmë në punë, dikush mund të punojë si doktor, dikush mund të punojë si mësues, dikush mund të punojë si një punëtor i thjeshtë, dikush mund të punojë si një baçevak. Pra ne jetojmë në këtë botë, nuk konformohemi me botën dhe me antivlerat e saj, por përpiqemi që të zhvillojmë dhe duke u qëndruar parimeve që na mëson Ungjilli. Dhe sigurisht, Joana, që ka momente që bota është kundërvënë nxënësve të Zotit Krisht. Kjo ndodhi me vetë Zotin e tyre, me vetë Krishtin, ku ju kundërvu gjithë bota e kundërvu. Dhe ne dim çfarë pasojë pati ajo, pati pasojën e vdekjes në kryq, por ne kuptuam që pushteti i kësaj bote nuk ka pushtetin përfundim, nuk ka fjalën e fundit, sepse fjala e fundit e ka Zoti. Dhe ashtu siç edhe Zoti Krisht, pra i shkatron, siç ne festuam me Pashkën, shkatron pushtetin e vdekjes. Pra është ajo që e frikson njeriu, ajo që e bën njeriu që të mendohet shumë herë nëse duhet që ta ndjek pas ligjin e Zotit ose më tepër të jepet mbas ligjit që ka bota. Kështu që Zoti tregon që pavarësisht në vendi ku jetojmë, pavarësisht rregullave e ligjeve që ka ky vend, pavarësisht se çfarë mund të bëjnë të tjerë ndaj nesh, pra ne ftojmë që të jemi paqësor, ne ftojmë që të jemi qytetarë të denj, të jemi të bindur ndaj autoriteteve, por nga ana tjetër themi që kurse të bëjmë kompromis dhe kurse të komprometohemi dhe të konformohemi me botën, me mënyrën e saj të jetuarit dhe me ligjet e saj që na çojnë drejt mohimit të Zotit. Pra nëse ndodh një moment i tillë, nëse ndodh një situatë e tillë, atëherë ne pozicionohemi. Ashtu siç bëri vetë Zoti Krisht. Sepse dhe Zoti nëse do pranonte akuzat që i bën ata, do thoshte po, ose do kërkonte falje, ku dimë çfarë mund ndodh. Atëherë ndoshta mund të kishte jetuar më shumë, por që të kuptojmë që në moment që bota, pushteti i Cezarit, i kundërvihet pushtetit dhe aty ne duhet të zgjedhim, siç thotë Zoti, nuk mund të shërbejmë dy zotërime. Pra në moment ku ne duhet të zgjedhim midis njëri dhe tjetrit, atëherë neve padyshim që duhet të zgjedhim mbretërinë e qeve, sepse ne jemi ftuar dhe jemi ftuar të jemi bijtë e Perëndisë nëpërmjet pagëzimit dhe jemi ftuar që të bëhemi qytetarë të mbretërisë së qeve. Pra ne i përkasim një realiteti, pra jetojmë në një botë të përkohshme, por destinacioni përfundimtar nuk është xhungla, siç thoshte kryepiskopi Anastas, por është jeta e përjetshme, mbretëria e qeve. Pra ne këtë aderojmë dhe këtë ne synojmë dhe aty të gjithë duam të shkojmë. Rigore, a mund të ketë rrezik që në emër të Cezarit apo të kësaj bote toksore që jetojmë ne të harrohet plotësisht ajo që i takon Perëndisë? Kjo është e vërtetë, Joana, sepse ne fokusohemi kaq shumë dhe unë i shoh njerëz që janë shumë të fokusuar, të përqendruar tek puna, tek paraja, pas mamonaj. Të themi nuk është e keqe gjitha kjo.
por në moment që e bëhet qëllimi në vetvete, kur ne i përkushtohemi tërësisht kësaj bote, kësaj jete, përpiqemi që të sigurojmë gjithçka për këtë jetë. Atëherë kjo pastaj krijon edhe problemi nga ana tjetër, sepse ne shkëputemi nga mbretëria tjetër. Dhe në moment që ne shkëputemi nga mbretëria tjetër, atëherë po themi kemi humbur qëllimin e të krijimit tonë. Ne padyshim që kjo nuk do të thotë se ne nuk do të punojmë, Joana. Do të thotë se ne do të prosperojmë, të themi, jetën tonë apo jetën e fëmijëve tanë, apo të mos përpiqemi që të sigurojmë të ardhura për të patur një vend ku të jetojmë, ku të qëndrojmë, për të pasur mundësi të shkollojmë fëmijët tanë, për të pasur mundësi që ne të rrisim e të edukojmë, të arsimojmë ata. Absolutisht kisha s'ka qenë kurrë kundër këtyre gjërave. Madje kisha ka treguar që ajo ka qenë promotorja, themi, edhe e arsimit e këtyre e lirive njerëzore që ne na flasin sot, na i propagandojnë të tjerë, sigur i kanë të tyre, pra këto i ka themeluar kisha. Kisha kur nuk ish kundërvën mirëqenies së njerëzve, apo edhe fitimeve, apo edhe parasë ndeshme, kur në kurës nuk ishte. Por kisha në tregon se fokusi dhe qëllimi i kësaj jete duhet të jetë sepse ne nuk jemi të përkohshëm në këtë botë. Ne nuk jemi në këtë botë për të jetuar disa vite, 40, 50, 60, 70, por ne jemi ftuar për të jetuar në përjetësi. Kështu që ne kemi edhe shumë shembuj të cilët njerëz të cilët jetuan në këtë botë, njerëz të cilët patën këto aspirata që ka çdo njeri, njerëz që përpiqen të rrisin fëmijët, të edukojnë fëmijët, të rrisin fëmijët, njerëz që të kujdesen për bashortën e tyre, dhe njerëz të cilët gjithashtu edhe u kujdesen edhe për shpirtin e tyre dhe fituan mbretërinë e qejve. Dhe ne e dim atë historinë e famshme të Shën Andonit të Madh, kur në një moment Shën Andoni, duke kaluar një përvojë shumë të gjatë në shkretë të tir, duke arritur një lartësi shumë të madhe shpirtërore, mendoi se ishte i vetmi dhe nuk ishte më një tjetër të ngjashëm si ai që të kishte këtë shenjtëri që kishte ai. Dhe duke lutur Zotit, duke kaluar këto mendime në mendjen e tij, në kokën e tij, pikërisht i shfaqet Zotit dhe i thotë që po, i thotë ka, i thotë edhe njerëz të tjerë thotë që janë të shenjtë, thotë që bëjnë një jetë të shenjtë dhe që janë të shenjtë, por që nuk janë si puna jote murg, por që jetojnë në ambiente familjare, kanë familje. Tregoj që ai shkoi më pas se takoi atë familjen dhe atë burrin që shërbente familjes së tij, që kishte një punë të thjeshtë, që kujdesej për familjen, kujdesej për të varfrit, që lutej, që kryente gjithë. Pra, dua të them që kjo mbretëri, të themi, e Cezarit, nuk e pengon as pak të zhvillohet e të shtohet e të rritë të prosperohet edhe mbretëria e qejve brëndanisht, sepse ne kemi të gjitha mundësit. Nëse për shembull themi jemi të përkushtuar për punën 8 orë në ditë, padyshim që ne i mësojmë edhe bitan, kisha gjithmonë predikon që ne të jemi në punë, të jemi punëtor, mos jemi leqarë, mos bëjmë kështu, mos bëjmë të vëmë të punojmë me përkushtim. Pra, nuk është se kisha e ka cënuar dhe e ka këtë gjë, domethënë nuk e ka predikuar. Por nga ana tjetër ftojmë që të bëjmë edhe të jemi dhe bitë dhe të kishës, duke zbatuar dhe duke ruajtur mësimet e Zotit, porositë e tij. Kështu që besoj që nuk ka një të themi një pengesë pikërisht në këtë gjë. Pengesa e vetme vjen kur pushteti i kohës pra na kërkon që ne të mohojmë Perëndin. Siç ndodhi për shembull në komunizëm në Shqipëri. Kur regjimi, kur Cezari vendosi, diktatori i kohës, vendosi që të mohojë një nga lirit më bazike atij populli që jetonte në këtë territor, në këtë vend, me ligj kushtetute, i pari vend në botë që imponoi ateizmin, që nuk i lejonte njerëz që të shkonin, por edhe në këtë kohë, siç e kemi parë dhe nga dëshmitë e atyre besimtarëve, këtu në radio ne kemi sjell pafund histori të tilla. Tani po sjell dhe klerik martir peshkop, të cilët përballë kur u vënë në diskutim Cezari me mbretin e përjetshëm Zotin Isu Krisht, padyshim që zgjodhin anën zgjodh mbretërinë e qejve. Dhe kemi plot shembuj të tillë, Joana. Ariori, juve përmendët pak më parë që kisha nuk është kundër një mirëqenieje, nuk na pengon të punojmë. Absolutisht. Por duke ju referuar për shembull jetës së shumë shenjtorëve, kur ata janë bashkuar besimit, kanë shitur të gjithë pasurinë, jo e kanë shitur, por e kanë falur në kishë të gjithë pasurinë e tyre. Pse për të qenë një njeri shenjtor dhe i lartësuar shpirtërisht nuk të duhen gjërat materiale? Në fakt janë disa raste, është e vërtet kjo, edhe etrit në fakt kanë
kemi nga ata jetër të cilët edhe kanë folur, për shembull, që duke i referuar fjalëve të Zotit që i thot atij të riut, nëse ti do të jesh i përsosur, shko shit gjithçka, edhe jam ndiq pas. Dhe kjo është përsosmëria. Kjo është kur ti largohesh tërësisht nga kjo botë, ose nga të mirat që të ofron kjo botë, dhe i përkushtohesh gjithë jetës tënde, pra mund të zgjedhësh jetosh si eremit, siç kemi plot shembuj dhe raste këtu në Shqipëri, kemi plot vende ku është zhvilluar kjo jetë eremite, duke u larguar nga çdo lloj miqënie kësaj botës, dhe duke zgjedhur vetëm të shërbesh mbretërisë së qiejve, që në këtë tokë. Por sigurisht, sepse ne dimë që edhe kisha e hershme, kisha e parë, siç e lexojmë librat e veprave të apostujve, na thuaj që ata jo vetëm që ato pasuritë që kishin, por i mblidhin të gjithë së bashku dhe i ndanin me njëri tjetrin. Pra ishte diçka edhe më gjerë, pra që i shisnin, prandaj dhe kemi edhe atë rastin kur një familje vendosi që të shes atë pronën e vet dhe i solli ato të ardhurat tek këmbët e apostujve, dhe ne dimë që Anania me Safirë, dhe ne dimë se si një pjesë të ardhurat të tyre kishin fshehur, ndoshta me idenë që ti kemi kur të plakemi. Edhe ne dimë çfarë ndodhi me ta, dhe apostulli i thotë që ti ke gënjur frymën e shenjtë. Pra ideja është që çdo gjë që ta bëjmë me dëshirë, mos e bëjmë me imponim, se gjithë kjo është në krishtëri. Edhe e dim fundin e tyre, por kjo ide më pas, edhe Shënja Gojardi ishte një nga këta predikuesit i cili fliste në fakt për pasurinë, por edhe ai nuk e dënon pasurinë e vetvete. Pra, shikojmë që ndryshoi fryma e tërve. Pra nuk ishte më ajo, sepse edhe kisha nuk mund të zhvillohej, duke qenë se u zgjerua në shumë lokalitete, nuk mundet më që po themi, të gjithë të krishterët jetonin të qëndronin bashkë, dhe të gjithë të krishterët ishin bashkë. Kështu që etri më pas na mësuan që ne nuk kemi pse që dorë nga çdo lloj gjëje që kemi. Dhe nëse ne duam të bëhemi, të jetojmë të krishterë të vërtetë, dhe kemi gjithë mundësinë ta jetojmë. Edhe nëse ne jemi familjar, ku ne mund të jemi një bashkëshort shumë i mirë, një bashkëshortë shumë e mirë. Ku ne mund të jemi shembull dhe model, ku ne punojmë padyshim dhe i arsimojmë fëmijët tanë, por në anën tjetër përpiqemi që t'i kultivojmë ata dhe me anën e tyre shpirtërore. Kujdesemi që t'i katekizojmë fëmijët tanë, që t'i çojmë në katekizëm, kujdesemi që të mësojmë, kujdesemi që të rriten nga ana shpirtërore, të rriten me besim. Dhe kështu që ne e përmbushim atë detyrën tonë dhe nuk na kërkohet që ne të heqim dorë nga gjithçka, por padyshim që ka dhe shumë njerëz, sepse dhe kjo është e njohur në Kishë dhe e pranuar gjithashtu, siç kemi radhë dhe murgjërve të cilët heqin dorë nga pasuritë që kanë, dhe ne kemi plot shembuj, domethënë që njerëzit i përkushtojnë vetëm Zotit. Dhe ne kishim shembull, për shembull, kemi shembull kryepeshkopin, kishim shembull kryepeshkopin Anastas, por edhe kryepeshkopin Joan që kemi tani, por edhe gjithë mitropolitët tanë, të cilët hoqën dorë nga familja, edhe ja dedikuan jetën e tyre për kushtimit ndaj Kishës, ndaj Zotit. Por thamë, jo për të gjithë është kjo thirrje, dhe prandaj Kisha e Shenjtë, ne prandaj në Kishë kemi priftërinë të cilët i kemi të martuar, ka dhe nga ata që vijnë nga radhët e murgjëve që janë të pamartuar, por të dyja format janë të bekuara. Ne kemi shenjtorë që janë murgjë, por kemi edhe shenjtorë që janë priftërinë nga radhët e priftërinë të martuar, siç kishim për shembull Shënjanin e Kroshtatit, për shembull. Por kemi edhe plot murgjë që u bën të shenjtë. Kështu që të gjitha udhët, themun, sepse këto janë udhë që të çojnë drejt dritës, siç e shkruan shumë bukur, i shkruan edhe Shën Dorotheu i Gazës, që tregon që ka disa udhë, disa mënyra për të shkuar drejt qendrës, drejt rrethit, drejt Perëndis. Pra dikush mund të zgjedhë të jetë i martuar, dikush mund të zgjedhë të përkushtohet Zotit si një murg apo vajza si një murgesh. Pra i kanë të gjithë mundësitë që të shkojnë dhe të shenjtërohen, padyshim që dhe kjo nuk është e dënuar nga Kisha, por është e bekuar për isë vërtetës. Grigori, unë ju falenderoj. Falenderoj shumë. Kësaj interviste. Falenderoj shumë edhe për ftesën, edhe e dëgjojmë shpeshherë që të artikulohet kjo edhe e flasim tani me që jemi edhe në kohën e zgjedhjeve, apo afron dita e zgjedhjeve. Padyshim që ne nuk kemi të përfshirë, Joana, edhe ne Kisha gjithmonë ka mbajtur qëndrimin e saj të mos përfshihet me asnjë lloj partie. Siç është e drejta në fakt. Këtë e kishim dëgjuar shumë herë të artikuloj dhe nga kryepiskopi Anastas, në këtë frymë vazhdojmë, por ideja është që ne prapë jemi qytetarë të përgjegjshëm dhe padyshim që ne kemi përgjegjësitë që të shkojmë të votojmë për pushtetin. Patjetër. Dhe përpiqemi që të zgjedhim edhe kur na pyesin miq, njerëz tanë, të familjes, edhe thonë që nëse mund të çfarë na mëson Kisha, ne u themi që po. Kisha ne nuk kemi asnjë lloj partie, nuk kemi mbajmë asnjë lloj, nuk kemi anë. Por ajo që ne mësojmë është që të shkojmë të zgjedhim kandidatura më të mira, me qëllim që sa më
i paqt të jetë pushteti i Cezarit ndaj bijve dhe bijave të kishës, ndaj kishës, aq më shumë ne mund të prosperojmë, aq më shumë ne mund të shtohemi, aq më shumë edhe mund të rritemi shpirtërisht. Sa më presion që shkaktohet nga Cezari, aq më vështirë është që neve të rritemi dhe të shtohemi brenda këtij ambienti, brenda kësaj mbretërie që është e përkohshme, që është mbretëria e botës. Por si përgjegjësi për harmoninë fetare dhe për lavdi Zotit Jona, por që si ne i ftojmë të gjithë që të shkojnë, të dalim dhe të bëhemi pjesë e zgjedhjes, të mos qëndrojmë pasiv, por të jemi aktiv në këtë gjë dhe të zgjedhim ata kandidatura më të mirë, ata që promovojnë vlerat e kështu me radhë. Me këtë e mbyllim, pasi ju konsumuat edhe pyetjen e fundit që thoshte ai duhet besimtarit të ketë distancë nga politika, juve ju përgjigjet, kështu që Grigori të falenderoj. Faleminderit ju për ftesën.